bisedime të rëndësishme ekonomike, lidhet shumë me disa takime që do të bëhen, por këto janë takime që kërkojnë vëmendje, sepse ndryshe mund të mendohet, ndryshe mund të veprohet, por gjithsesi sa më të kujdesshëm të jemi aq më mirë është, sepse në jetë janë edhe dështimi, edhe fitimi, edhe rritja, edhe ulja. Prandaj sa më të kujdesshëm të jemi aq më mirë për ne. Mirë është që të bëjmë një përmbledhje të gjërave që ndodhin ose gjëra që kemi, ku çdo gjë ta bëjmë me plan dhe jo pa plan. Sepse pa plan neve na prishet një ekuilibër që neve kemi po që kemi jo vetëm ndikimin që kemi tani neve, por jemi lodhur shumë kohë përpara për të arritur kësaj dite, për të arritur këtij momenti në ekonomi, në punë, dhe nuk kemi pse ta prishim këtë gjë ku gjërat janë në anën tonë. Megjithse, ka të bëjnë shumë edhe me disa takime që do të bëni nga paraditja, takimet janë të mira, por mirë është që dhe më idealja është më shumë të dëgjoni se sa të flisni, ku mund të mësoni shumë gjëra dhe ata juve t'ju kuptojnë arsyen pse, kuptojnë arsyen çfarë doni të bëni dhe ku doni të shkoni. Ky është një moment dhe një moment shumë i mirë ku përfitojnë shumë dashi, gaforja, peshorja, britsapët të 10 ditë të parë ose të tretë. Gjithashtu kemi të bëjmë me shenjat siç janë Shigjetari, Luani, Demi, Akrepi, Ujori të 10 ditë të parë, ku ndryshojnë shumë gjëra në jetën e tyre, në çështjet ekonomike financiare, në lidhje me disa gjëra që pak a shumë mund të kenë qenë në anën tjetër, në vendime që mund të merren, por gjithsesi mirë është që të prisni pak nëse do të merrni vendime, do bisedoni për disa shitblerje në fakt, dhe kjo është pak shpejt, premtime keni pasur boll ju xhanë, po. Sidoqoftë, kjo është një periudhë tjetër, domethënë që mund të ndryshojnë gjërat. Në çështjet që lidhen me udhëtimet, nëse keni mundësinë mund t'i shtyni, por jo se ka një problem shqetësues tu. Ju e zgjidhni këtë gjë. Nëse doni që të bëni diçka të re, në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, apo jashtë, është koha dhe momenti juaj. Por gjithsesi koha është në anën tuaj. Tani, para se të fillojmë me parashimin e 12 shenjave të zodiakut,